Imeldi Sokoli, drejtues programi në Koplan. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Do të flasim për cilësinë e ajrit në kryeqytet, duke qenë se ka pasur një vlerësim dhe një program, le themi, monitorimi në 13 stacione të Tiranës për një periudhë disa mujore, konkretisht nga gushti deri në dhjetor. Fillimisht, çfarë ka rezultuar nga ky vlerësim? Sa i takon cilësisë së ajrit? Si fillim duhet të them që projekti apo ky monitorim është pjesë e një nisme më të gjerë. Në fakt, kjo nismë ka filluar disa vite më përpara në Koplan, pra, në organizatën ku ne punojmë. Dhe pjesë e projektit kanë qenë donatorë të ndryshëm, siç është Bashkimi Evropian, më pas, pra, me fillimin e këtij projekti të ri, është bashkuar, është Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, që financon tashmë projektin dhe ne po asistojmë në këtë projekt që ka të bëjnë kryesisht me sfidat mjedisore dhe kapacitimin e shoqërisë civile, organizatave të shoqërisë civile në lidhje me sfidat mjedisore. Si pjesë e këtij programi, kemi pra monitorimin e cilësisë së ajrit dhe të zhurmave për vitin 2024 për bashkinë, për qytetin e Tiranës, mund të themi. Mund të rezultojnë që, në fakt, rezultatet deri diku ishin të pritshme edhe nga matjet e më përparme, pra të viteve më përparme, që kryesisht në masën 80% të rasteve janë mbi norma në komponent të ndryshëm. Ne për cilësinë e ajrit masim 4 komponent, CO2-shin, pra dioksidin e karbonit, NO2-shin që është dioksidi i azotit, PM2.5 dhe PM10 që janë grimcat, mikrogrimcat që ndodhen në ajër. Ndërkohë, për zhurmat, masim nivelin e zhurmave që është një komponent. Ju thatë ishin të pritshme deri diku, por kjo fakti që ishin të pritshme është edhe shqetësues, sepse nuk ka një reflektim për të, apo një ndërgjegjësim për të minimizuar nivelet e ndotjes. Dhe prandaj, në fakt, ne po ngulim këmbë që të bëjmë monitorime të tilla për të kuptuar thellësinë e problemit, që njerëzit edhe aktorët e tjerë apo edhe institucionet të kuptojnë realisht thellësinë e problemit që ka cilësia e ajrit, sidomos në qytete si Tirana. Mund të themi që çfarë ka rezultuar, po? Për sa i përket për shembull CO2-shit ose dioksidit të karbonit, kemi disa zona që kalojnë shumë lart në kuptimin normën e lejuar, që është 350 pjesë për milion, dhe kjo shkon deri në 650 pjesë për milion, që është gati 2 fish më lart se norma, dhe këtu mund të përmendim shkollën Mihail Grameno, Bulevardin e Ri, apo Zogun e Zi, apo Pazarin e Ri. Për këto ka disa zonat, mund të themi, për sa i përket CO2-shit, po, dhe CO2-shi lidhet direkt me disa faktorë. Pse shkaktojnë, që është lëvizshmëria apo trafiku i rënduar, që është e para, dhe e dyta edhe fluksi i ndërtimeve apo operacionet ndërtimore që janë në operime sipër në këto zona. Për sa i përket NO2-shit, apo dioksidit të karbonit, dioksidit të azotit, kemi kryqëzimin e 21 dhjetorit dhe përsëri Zogun e Zi, apo rrugën e Kavajës, që janë dalin në pah, pra, si probleme për sa i përket dioksidit të azotit. Ndërkohë, për grimcat PM2.5 dhe PM10 si zona problematike, po ashtu varion Zogu Zi dhe kryqëzimi 21 dhjetorit dhe rruga e Kavajës. Pra, mund të themi që në një farë mënyret problematikat janë po një lloj të shfaqura në territore të njëjta. Dhe faktorët që ndikojnë në këto rritje të këtyre niveleve, siç thamë, është lidhet fluksi i ndërtimeve, trafiku, po edhe ashtu edhe aktiviteti ekonomik për gjatë gjithë ditës që ushtrohet patjetër. Ju përmendët pra faktorët që kanë ndikuar, përmendët që situata të paktën në këto stacione apo përmes matjes që është realizuar në këto 13 stacione të kryeqytetit, rezulton me norma të dyfishuara sa i takon kryesisht të dy fishuara sa i takon nivelit të dhe do të themi që në
80% të rasteve janë mbi normë. Ka raste, pra raundet e matjes kanë rezultuar që mund të jenë në normë disa nga rastet, por që në masën më të madhe, pra në 80% të rasteve është kryesisht mbi normë. Ka zona të pastra apo shpirë të pretendohet? Zona si zona më të pastra, po që nuk janë të qëndrueshme në pastërti, mund të themi që mund të jetë për shembull sheshi Italia apo qendra që është sheshi Skënderbej, që në një farë mënyrë është e pa aksesuar nga makinat në një farë mënyrë. Po që edhe këto kanë luhatit e veta, sepse në raundet të ndryshme të matjeve, për shembull me ardhjen e dimrit, këto janë përkeqësuar. Si pika të pastra, ta mund të themi. Se janë bërë matje dhe vlerësime në periudat të ndryshme, verë, vjesht, dimër. Dhe prandaj janë, le të themi, rezultatet të ndryshme në bazë të stinave. Por duke qenë se përmende faktorët kryesor të ndotjes dhe krahas fluksit të ndërtimeve, ushtrimit të aktivitetit në këto zona, ndikim ka edhe trafiku për shkak të makinave. Trafiku mund të themi që në kontekstin e Tiranës, sepse konteksti për cilësinë e ajrit dhe nivelit të zhurmave varet shumë nga konteksti dhe faktorët që ndikojnë, po një qytete si Tirana, faktori kryesor është trafiku, ai që rrit ose mund të përkeqëson cilësinë e ajrit. Dhe ndërhyrja mund të jetë në dy kahe, një të ndërhyjmë direkt në eficientimin e lëvizjeve të trafikut, apo të lëvizshmërisë, në modalitetet e lëvizshmërisë, për shembull në investim në transportin publik, që për të bërë një transport publik cilësor, në mënyrë që njerëzit apo qytetarët të lënë makinat, po të jetë mjaftueshëm cilësor që të lënë makinat, pra të lënë komoditetin e makinave. Dhe ndërhyrja tjetër, po atë diskutim është gjelbrimi, kapaciteti absorbues i elementeve pra negativ që ka në ajër. Pra, ne duhet të ndërhyjmë edhe me fushata gjelbrimi në hotspotet kryesore të ndotura, apo në zonat kryesore të ndotura në kryeqytet, që në fakt këtu po bëjmë edhe një studim të thelluar me një projekt tjetër që ka të bëjnë me biodiversitetin urban, apo me gjelbrimin urban në një farë mënyrë, dhe si mund të ndikoj biodiversiteti urban në uljen apo në absorbimin e kryesisht CO2-shit. Të mbetemi tek ajo që, pra, nëse kemi një problematik të tillë, qasja për zgjidhjen e saj mund të ishte në dy drejtime. Investimi në transportin rrugor dhe krijimi i zonave të gjelbra në ato pika që... Xhepat urban ose xhepat e gjelbër mund të quhen. Por ne kemi pasur në mos gaboj para një dekade, një nisëm për të nxjerrë nga qarkullimi, sepse nëse ka, le të themi, një faktor që ndikon së tepërmi, kur ne flasim për automjetet, është edhe mosha e tyre, apo vjetërsia e tyre, sepse sa më e vjetër emeton më tepër CO2. Dioksid karbon. Dhe në këto kushte është normal një nisëm për të nxjerrë nga qarkullimi makinat e vjetra që kishin një moshë, le të themi, mbi 15 vite, e përcaktuar asë kohë me Euro 4, Euro 5, një nisëm të ngjashme ka marrë edhe Malizi, duhet që të rishihet, sepse edhe në modalitetet se si është e përcaktuar një gjë e tillë, ka disa specifikime që makina mund të jetë me moshë, por janë kubikët e tjerë, pra ca element që në një farë mënyrë i hapin rrugë që të qarkullojnë edhe këto automjete që mund të jenë në moshë më të madhe dhe që mund të emetojnë më shumë dioksid karboni. Duhet të rishikohet një gjë. Patjetër që do të rishikohen edhe mundësia është në fakt, dhe kjo vjen nga Bashkimi Evropian në kundrejt planit të rritjes në agendën e gjelbër. Pra, Western Balkans Green Agenda është një nisëm që tregon ose trajton problemet që kanë të bëjnë me tranzicionin e gjelbër. Dhe në këtë rast një ndër pikat është dekarbonizimi. Dekarbonizimi si politik, ndër të tjera ka edhe dekarbonizimin e lëvizjes apo ushtrimin e lëvizjes së qëndrueshme. Në këtë rast ka fonde që ne duhet t'i përthithim si në kuadër qeveritar në mënyrë që të nxisim banorët, qytetarët e këtij vendi që
të ndrojnë një farë mënyrë të fluksin e flotën e automjeteve që qarkullojnë në vendin tonë, duke shku edhe drejt patjetër elektrifikimit të lëvizjes, të lëvizshmërisë, po jo vetëm kaq. Të nxitën në çfarë forme? Përmes stimujve financiar, përmes stimeve financiar, patjetër, përmes stimujve financiar dhe përmes subvencionimit, skemave të subvencionimit për blerje të flotave të reja, po gjeneratave të reja të makinave. Po kjo është një anë, sepse ne mund kemi disa lloje ndërhyrjesh, për shembull për të nxitur ndryshimin e modalitetit të lëvizjes. Me modalitetet jo motorrike mund të themi, me bicikleta apo lëvizje në këmbë. Tirana mund të jetë shumë mirë, po të ndrojë qasje mund të jetë një qytet që shumë kollaj mund të lëvizet në këmbë, nëse ne kemi një strategji për hapësirat publike të lëvizshmërisë në këmbë. Apo edhe për lëvizshmërinë në bicikleta që patjetër mund të krijuan korshitë e bicikletave, po më shumë me shtuan kaosin në kryeqytet se sa zgjidhën. Sepse ndërhyrja do të jetë shkallë mbas shkalle. Që ne të privojmë lëvizjen me makina, duhet t'i ofrojmë banorëve lëvizjen me transport publik. Në mënyrë që edhe këto tjerët që mund të lëvizin me bicikleta ta kenë më kollaj. Pra ne nuk duhet të privojmë njerëzit në lëvizjen me makina, po duhet t'i ofrojmë alternativë. Që alternativa në këtë rast është lëvizja me transport publik, po duhet jetë një transport publik cilësor dhe komod. Më pas mund të ndërhyjmë edhe me pikat e tjera pra të një plani. Duhet bërë gradualisht një gjë e tillë. Sa i takon ndotjes akustike, sepse ka pasur një vlerësim edhe për ndotjen akustike? Për sa i përket po ashtu edhe ndotjes akustike, edhe faktorët janë deri diku të njëjtë. Kemi zonën e 21 dhjetorit dhe të rrugës së Kavajës që ato kanë deri diku norma më të larta. Dhe po ashtu edhe sheshi Italia rezulton tashmë si zonë që ka një, mund të themi, frekuentim më të lartë, dhe kjo vjen edhe nga frekuentimi i turistëve, në fakt, në pjesën, kryesisht në pjesën e Vjeshtës apo Verës, dhe kemi një ulje graduale drejt pjesës kur shkojmë drejt Stinës së Dimrit për sa i përket nivelit të zhurmave në terren. Dhe teksa flasim në fakt për cilësinë e ajrit në kryeqytet, për ndotjen akustike, është shumë e rëndësishme që nuk bëhet fjalë, pra nuk janë edhe kaq tema në një farë mënyre që sa është sasia e dioksidit karbonit, është mbi normë, është në normë, si mund zgjidhet e tjerë, se mbi gjitha është dhe çështje shëndetësore. Sepse edhe në nisje dhe në brendësi të raportit vjet në dukje që çfarë pasojash në aspektin shëndetësor mund të sjellë ndotja akustike, por edhe cilësia e ajrit. Në këtë rast, në detaj, ne mund të them që në etapat e ardhshme të projektit, ne do kemi një studim të detajuar në lidhje me se çfarë pasojash sjellin në... Mund të arrihet një vlerësim i tillë? Besoj që ne do përpiqemi që të arrijmë dhe patjetër do jetë pjesë. Pra në etapat e më vonshme të projektit do jetë pjesë e diskutimeve publike, por që ne kemi këtu edhe metodologji, sepse kjo duhet themi është një metodologji alternative e matjes së cilësisë së ajrit dhe të zhurmave. Dhe metodologji që ndikojnë ose që janë aplikuar në nivel ndërkombëtar, mund të themi që për shembull cilësia e ajrit ka një lidhje proporcionale në proporcion të drejtë me vdekshmërinë ndaj smundjeve të sistemit të frymarrjes. Dhe në këtë rast Shqipëria renditet në vendin e 7 në Europë. Pra, në rast të lidhjes pra të cilësisë së ajrit, ka një korrelacion të drejtë që funksionon në këtë drejtim, por në detaj ne do hyjmë në etapat e ardhshme edhe të projektit. Përpara se të ndalemi tek ajo që ju propozoni sa i takon qasjes që duhet të jetë ndaj këtyre problematikave, fillimisht, gjykoni që duhen ashpërsuar masat administrative në këtë drejtim dhe gjykoni që, sepse vjet në mos gaboj, ka ndryshuar ligji duke ju referuar zonave bregdetare kryesisht, duke qenë se fenomeni ndotjes ishte më prezent, kishte një ashpërsim dhe dyfishim të masës administrative. Është kjo një zgjidhje?
është një zgjidhje, po duhet të vi graduale. Në kuptimin që, për shembull, mund të ketë fasha orare, për shembull, për zhurmat që për biznese të ndryshme apo aktivitete të ndryshme ekonomike të ndodhin në një fashë orare. Për shembull, furnizimi i një magazine të madhe mund të ndodhë në një fashë orare të caktuar dhe nuk mund të ndodhë pra në mes të ditës ku shkakton edhe trafik, po shkakton edhe zhurmë, shkakton ndoshta edhe ndotje. Kjo duhet jetë në mënyrë graduale, por që normalisht që mos të cënojë në një farë mënyrë edhe aktivitetin e përditshëm të banorëve. Mund të jetë një masë e tillë, po siç thash, step by step. Hap pas hapi. Ndërkohë, ju çfarë propozoni dhe çfarë keni propozuar për këtij raporti që nuk mbetet thjesht në kuadrin e evidentimit të situatës, por ndalet edhe në rekomandime. Do të thonë, rekomandimet kryesore kanë të bëjnë me ndërhyrjen e bazuar në natyrë, mund të themi, nature-based solutions është një term, ndërhyrjet e bazuar në natyrë që kanë të bëjnë me rritjen e gjelbërimit kryesisht apo e atyre bimëve që mund të absorbojnë më mirë këto element të ndotjes dhe po ashtu duhet të implementohet edhe nga institucionet qeveritare në këtë mënyrë. Ne ofrojmë alternativën e zgjidhjes, patjetër, po që këtu ne duhet jemi grup bashkë me institucionet që në fakt kjo të bëhet realitet, sepse po nuk u bë realitet do vazhdoj një lloj situatë. Mirë, unë ju falenderoj atëherë sepse kemi mbërritur në fund, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë sërish nesër në orën 16 deri atëherë, mirupafshim.